Përshëndetje, sot do ju tregoj ose më saktë do mësojmë si të ndërtojmë një drejtës vertikale ose horizontale në një grafik. Vazhdon funksioni y baras me 2x plus 1. Kemi ndërtuar tabelën për të gjetur vlerat e y-it nëpërmjet duke dhënë vlerat e x-it dhe më pas ta skicojmë në grafik. Unë i kam dhënë si për shembull vlerat e x-it 2, 0 dhe 4 dhe tani do gjejmë vlerat e y-it. Ne po e bëjmë me 3 dhëna, por mund bëhet me 2 ose edhe mbi 3 më shumë. Varet. Fillojmë. Kur x-i është 2, thjesht vëndësojmë x-in me 2-shin. 2 herë 2 plus 1 baras me 4 plus 1 baras me 5. Y 5. Kur x-i është 0, y është 2 herë 0 plus 1 baras me 0 plus 1 baras me 1. Y1. Kur x-i është 4, y baras me 2 herë 4 plus 1 baras me 8 plus 1 baras me 9. Tani kemi gjetur koordinatat e grafikut dhe vazhdojmë me skicimin. Koordinatat e para 2 me 5. Pra, x-i është 2, do ngjitemi derisa të pritet tek pika e 5, pra këtu. X-i 0, y-i 1. Këtu. X-i 4, y-i 9. Ngjitemi derisa pliten pikat me 9 këtu dhe i bashkojmë. Sa po formova drejtën y baras me 2x plus 1. Më falni për se ka dalë pak e pjerrët, për në pamundësi vizore ose raportori. Por patjetër duhem përdorur raportor ose vizore për të ndërtuar një drejtës, sidomos në funksion ose gjeometri. Por gjithsesi, sapo ndërtuam drejtën y baras me 2x plus 1. Le të kalojmë te një tjetër.